Nënkryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Kreshnik Spahiu ka nënshkruar i pari peticionin kundër regjistrimit të popullsisë mbi baza etnike dhe fetare në qytetin e Vlorës. 10 organizata dhe intelektual të këtij qyteti kanë hartuar një peticion që u firmos në sheshin Flamuri në Vlorë, ndërsa i pari që e ka firmosur ka qenë nënkryetari i KLD-s Spahiu. Gjatë një takimi me komunitetin jurist, përfaqësues të shoqërisë civile dhe shoqatave adhetare, Spahiu theksoi se shqiptarët nuk janë identifikuar me fen. Ata të cilët inspirojnë dhe mbrojnë kauzën e ndryshimit kombësisë dhe një regjistrimi mbi baza etnike dhe fetare, mbi vetë deklarim dhe jashtë kritereve objektive, nuk bëjnë gjë tjetër vetë se kërkojnë të cënojnë sigurinë kombëtare, rendin juridik, sovranitetin e këtij shteti dhe të kushtozojnë çdo lloj qeverisje të këtij shteti në të ardhmen, duke detyruar që integrimi i Shqipërisë apo dhe i Kosovës mos kalojë nga Tirana dhe Prishtina, por nga kryeqytetet e vendeve fqinj. Është një çështje e cila është mbajtur peng, është një çështje në cilën kush ka guxuar është konsideruar konservator, është konsideruar si një njeri që i përket të shkuarës. Jo, ka qenë thjesht një marrje peng e një çështje e cila shpeshherë na ka bërë të jemi kokë ulur. Ndërkohë që në emër të Unionit të Gazetarëve, Aleksandër Çipa tha se duhet të jemi përgjegjës të mos zhbëjmë ato që kanë arritur të parët tanë. Sipas tij, kjo nis boron nga një background i dur institucional. Çipa thekson se ky formular kërcënon interesat kombëtare të shqiptarëve dhe kërkon të rrisë në mënyrë artificiale zgjerimin e minoritetit, shtrirjen e tij për të pretenduar më pas autonomi në territoret tërësisht shqiptare. Numri 2 i Këshillit të Lartë të Drejtësisë u shpreh se është shumë e rëndësishme që i gjithë publiku të përfshihet në këtë çështje, që më parë ka qenë tabu. Ndërkohë kjo iniciativë për firmosin e peticionit kundër regjistrimit të popullsisë mbi bazë etnike dhe fetare i nisur nga Vlora, do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë.